surfi dhe është pasioni i jetës time. Varkat me vela, garat e varkave me vela. Surfboard. Je kështu ka kaq çmendur, dallgë sfidohesh domethënë, bën dallgë të larta, arrin ti. Jo në Kaliforni një farë periudhë, pata një incident që më bëri pak të vetëdijshme që ca gjëra ndoshta shkojnë edhe me moshën. Si është sfida me dallgët, Unë e kam vërtet jeta, shumë bukur e the. Kam një kështu pasion të çuditshëm dhe unë për surfin, por do ta provoj. Më pëlqen ekuilibri në surf, më pëlqen sfida që njeriu i bën natyrës. Është matematik. Është matematika apo jo? Është matematik. S'duhet gabosh. Nuk është problemi shumë te gabime, sesa është problemi tek llogaritja, tek leximi i dallgës. Domethënë, je i varur shumë nga natyra. Në qoftë se në çdo sport ti ke shumë teknik dhe mund të arrish ta realizosh duke praktikuar, surfing është diku te 30% teknik, 70% natyrë. Që do të thotë, duhet të jesh tepër alert në momentin që vjen dallga, për të llogaritur a është as është shpejtësia e duhur, a është as është forca e duhur, ku është ku thyet dallga, pra ku bie pak a shumë si në real life business do thoja. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.